Ndërkohë ne do të shkojmë në një insert, do të shkojmë larg, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe do të presim në studion tonë një personazh i cili do vi për të treguar edhe rrugtimin e tij, por do t'u njoh fillimisht inserti e më pas me të në studio. Edhe do t'jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë dashur miq, do të shkojmë në kontinentin e largët, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Petro Kosho. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Andri, përshëndetje Iva, faleminderit shumë që jemi ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe na vjen mirë që pranuat për të qenë me ne për treguar në këtë hapësirë që ja dedikojmë historive të suksesit gjithë rrugtimin tënd që ka qenë gjithnjë në ngjitje, madje dhe vlerësuar me shumë çmime. Por ajo që do doja të dija është ai tranziti, Pedro, që është gjithmonë më i vështirë mbase adaptimi në një kontinent largët si ajo Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si kanë qenë momentet e para, hapat e para, sfidat? Është për të gjithë e vështirë dhe me të gjithë që unë kam folur, të gjithë e kaloj një periudhë të vështirë adaptimi, nuk është e thjeshtë, ti je larg familjes, larg njerëzve të dashur, larg asaj që je mësuar, larg traditave në një vend ku ndihesh i humbur, por që nuk merr gjatë për të përshtatur sepse Amerika diçka ka që të tërheq pas vetes dhe të bën pjesë të saj shumë shpejt. Edhe ja dole shumë shpejt që të ingranohesh atëherë dhe të ngjisësh shkallët një nga një, po e mban mend angazhimin tënd të parë, Petro? Po sigurisht, unë sapo fillova shkollën masteri në Clinton School of Public Service, që është një master i cili ka vetëm 40 student, ne atje nuk na quajnë student, ne atje na quajnë kolegë pedagogët. Ne jemi evaluators, jemi cilësues, jemi persona që shkruajnë programe apo që merren me fushata komunikuese dhe ne që në fillim fillova të punoja me departamentin e policisë në qytetin e Little Rock, që është dhe kryeqyteti i Arkansas, shtetin në të cilin shkolla. Me departamentin edhe një herë të lutem? E policisë. E policisë. Okay. Po, dhe ne aty ishim për të bërë një punë kërkimore rreth perceptimit që të rinjt kanë për figurën e oficerit policisë. Ishte një punë kërkimore 1 vjeçare, të cilën ne e mbyllëm me shumë sukses dhe sot në fakt ajo punë është si një best practice që po përdoret në shumë departamente policore në të gjithë Amerikën dhe jo vetëm në Little Rock. Dhe kjo për të treguar fuqinë që shkolla ka edhe se si ata studentët nuk i quajnë thjesht student, po persona që tashmë janë në tregun e punës. Petro, ju jeni ekspert i politikave publike të zhvillimit ekonomik. Çfarë mund të themi më shumë rreth këtij specialiteti edhe si duket se janë pritshmëritë atje, tregu i punës, sa ju kanë ndihmuar për të zhvilluar dhe më tej? Patjetër, në fakt Amerika është duke kaluar një tranzicion politik, është akoma herët për të treguar se si gjërat po shkojnë, sepse siç ju e dini, ka një zhurmë të madhe me administratën e re dhe presidentin e re këtu, dhe puna ime aktuale me Global Detroit është pikërisht zhvillimi ekonomik duke përfshirë talentet ndërkombëtare apo imigrant. Dhe imigracioni për momentin është një fushë pak e nxehtë në Amerikë, por ne jemi të bindur për diçka, që imigrantët duhen të përfshihen në ekonomi sepse sjellin një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm. Studentët ndërkombëtar sjellin një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm. Vetëm në Michigan, për shembull, të gjithë studentët ndërkombëtar dhe ata vendas, të cilët mbarojnë në fusha teknologjike, nuk mbushin dot më shumë se 70% të asaj që tregu i punës kërkon. Kështu që Amerika duhet të ketë politika më gjithëpërfshirëse ekonomike që t'i përfshijë edhe këto talente ndërkombëtare apo imigrantët të cilët vinë si për shembull nga Shqipëria me lloparinë amerikane, por që diploma atyre nuk njihet për momentin. Kështu që ne punojmë pikërisht me këtë grup të popullsisë, të cilët kanë nevojë për të filluar një profesion në Amerikë, në profesionin e tyre, ato që kanë studiuar. Petro, po çfarë mund të themi më shumë për të rinjt emigrantë që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Si arrin ata edhe të bëhen pjesë e komunitetit, të integrohen, të shkollohen, por gjithashtu edhe punësohen më pas? Pikërisht, këtu në Amerikë funksionojnë organizata të ndryshme nga shtetet të ndryshme. Për shembull, këtu në Michigan ka organizata të cilët janë të krijuara nga shqiptarët dhe mbështesin shumë njëri tjetrin për të gjetur studentët ndërkombëtar si unë apo si dikush tjetër një vend pune.
por ka dhe organizata tjera si Global Detroit që tha që e bëjnë këtë jo vetëm në Michigan, por në gjithë shtetin e Amerikës, për të ndihmuar për të lidhur këto talente ndërkombëtare me bizneset të cilat kanë nevojë për këtë punë, sepse në fakt, me thënë të drejtën, procedura për të gjetur një punë nuk është që thjesht. Nuk mjafton thjesht të gjesh një vend pune, ka procedura që duhen mbështetur nga avokat për të gjitha letrat, për të gjitha aplikimet që duhen bërë. Futemi në disa gjëra pak më të thella që sigurisht ka nevojë për një mbështetje pak më speciale dhe këtu është puna të cilën ne bëjmë tek organizata ku unë po punoj aktualisht. Do doja një përgjigje të sinqert, Petro, në lidhje me atë perceptim që kemi ne përslargu për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vend demokratik, i mundësive e të tjera si këto. Realiteti atje, kur je brenda, si është? A është vërtet Amerika ajo që ne mendojmë? Ndryshon shumë. Dhe më thënë, unë dhe gjithë njerëzit që njohin e dinë dëshirën time të madhe që kanë pasur gjithmonë për të ardhur në Amerikë. Absolutisht, Amerika është vendi i ëndrave, është vendi i mundësirave, në qoftë se ti punon këtu mundësi ka, pra nuk është se ke nevojë të kesh një mik për të gjetur një vend pune, në qoftë se ti je i Zotin edhe që të bën patjetër e gjen një vend pune. Por Amerika nuk e ka jetën apo stilin e jetës të cilin ne jemi mësuar. Ne jemi mësuar që të jemi shumë social me njëri tjetrin, jemi mësuar ta pim një kafe pas pune, vendi na jep një mundësi të tillë, Amerika nuk ta jep një mundësi të tillë. Është një vend kaq i madh, sa që ty të duhet të ngasësh makinën 1 orë të shkosh në punë, edhe 1 orë të kthesh apo 1 orë e gjysmë të kthesh mbrapa, kështu që nuk ka atë socialitetin të cilin ne jemi mësuar. Aba pas disa vitesh, edhe ti ambientohesh me këtë normalitetin të themi të Amerikës. Petro, por ama të jep edhe të ofron mundësi, të ofron shumë mundësi që ti të mund të zhvillohesh edhe të integrohesh edhe të shpërblehesh për gjithë mundin e studimeve dhe punës. Je vlerësuar gjithashtu edhe me një çmimin Rotary. Çfarë rëndësie ka ai edhe si do ta cilësoj edhe ai ende ndoshta në pritje për të tjera çmime? Unë në fakt, Rotary International çmimi që mora, ishte çmimi që mundësoj për të ardhur në Clinton School of Public Service, sepse shkolla në fakt është një shkollë e cila ka vetëm 40 studentë në vit dhe janë të gjithë nga gjitha cepat e botës. Kështu që shumë e vështirë për të ardhur në atë shkollë dhe ky ishte çmimi që mua më mundësoj për të ardhur në këtë shkollë. Gjithashtu unë për 2 ditë diplomohem, mbaroj masterin dhe jam ftuar për të bërë pjesë e Phi Alpha Phi, që është një grupim meritokracie për studentët me rezultate ekselente, kështu që është çmimi i dytë, cilën sapo kam 1 javë më përpara e kam marrë. Fantastike. Se di ku do më çojë ardhmja. Megjithatë, ajo që do doja ta ndërlidhja pak, me qenë se jemi pothuajse dhe në mbyllje të bisedës, ajo që doja ta ndërlidhja një çik edhe me atë fillimin kur thash vështirësitë. Në një vend tjetër mbase në Europë, vende të cilat kanë krijuar disa stereotipe për Shqipërinë e për shqiptarët, do të ishte më e vështirë për të arritur gjitha këto. Ndërsa në Amerikë nuk e di sa e përballur me ndonjë lloj paragjykimi ose me faktin që shqiptar a e ke ndjerë ndonjëherë të artikuluar ose të nënzëshëm. Absolutisht, përkundrazi. Në Clinton School ne dim dashamirësinë që presidenti Clinton ka për shqiptarët. Kështu që unë aty jam ndjer shumë mirë me thënë drejtën, por edhe jashtë shkollës asnjëherë nuk jam ndjer keq sepse jam shqiptar dhe amerikanët janë mësuar të bashkëjetojnë me njerëz nga backgrounde të ndryshme, nga vende të ndryshme. Tashmë ky është normaliteti në Amerikë dhe askush, ose të paktën eksperiencën time, askush nuk ndihet keq për të qenë nga një vend apo nga një vend tjetër. Unë nuk e kam ndjerë të këtu. Dhe është gjë shumë e mirë, është gjë shumë e mirë sepse i bie që ta nisësh në minus pastaj dhe bëhet më e vështirë për të ecur përpara, por për të gjitha këto arritjet e tua, Petro, kush gëzon më shumë? Besoj familja ime, të cilët janë duke më para ata në Shqipëri. Unë jam vetëm këtu si student. I përshëndesim atëherë meqense na ndjekin tani. Petro, gjithashtu ti edhe ke qenë pjesë gjithashtu edhe e fushatave të ndryshme që bëhen si aktivist. Cili është roli yt? Po unë kam filluar aktivizmin tim në shoqërinë civile herët në Shqipëri. Kam qenë një ndër themeluesit e Forumit Rinor të Ambasadës Amerikane në Shqipëri. Antar bordi i Qendresës Qytetare, antar i organizatës AISE, ka qenë një organizatë ndërkombëtare, vazhdon të jetë, e cila ka disa vite
që funksionon në Shqipëri. Dhe tashmë që kam ardhur këtu në Amerikë, jam antar i një organizate të zhvillimit ekonomik, i cili është një organizatë shumë e njohur për atë që ka ofron në Amerikë, dhe sigurisht unë mendoj që një qytetar i mirë duhet të jetë aktiv në shoqërinë civile dhe duhet të ngrejë zërin e vet për atë që mendon që është e drejtë. Kështu që sigurisht kjo do më shoqëroj gjatë gjithë jetës time. Po ndërkohë, nëse flasim për komunitetin shqiptar atje, sa të bashkuar janë, por nga ana tjetër, sa ju është dhënë mundësia për të shpërfaqur edhe për të ecur përpara, për të arritur, pra si e kemi komunitetin, flasim për atë që e ke afër aty ku ti jeton, ë? Patjetër, është një komunitet i organizuar mirë, është një komunitet që të mbështet. Unë në një nga projektet që kam bërë në fakt me Global Detroit, ku kemi ndihmuar studentë ndërkombëtar, ka qenë një vajzë studente shqiptare. Po? Jam ndjer shumë mirë që ajo ishte pjesë e grupit të cilit unë drejtoja gjatë këtij projekti, dhe atë kam njohur dhe më pas tek komuniteti shqiptarëve i cili funksionon këtu në Detroit. Ka dhe vende të tjera në Amerikë ku komunitetet shqiptare janë akoma dhe më të mëdha, si për shembull në New York apo në Boston. Por komuniteti këtu në Michigan është goxha kompakt. Kemi organizime të ndryshme pothuajse çdo muaj, dhe fal tyre disa gjëra unë i kam arritur këtu, dhe mendoj që kështu duhet jetë. Ne do të mbështesim njerëzit që vinë nga njëjti vend që jemi ne, sepse fillimi nuk është i thjeshtë. Ashtu siç unë kisha nevojë për një dorë ndihme kur erdha në fillim, ashtu dhe njerëz të tjerë do kenë nevojë në vitet e ardhshme që do vinë, kështu që kjo duhet të jetë një punë në vazhdim. E vërtet. Petro, të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë lidhje të drejt për drejt në programin Mes Nesh nga Amerika e Largët. Me qënë se këtu është orar dreke dhe ati është mëngjes dhe ne kemi orarin për të ngrënë, nuk e di për çfarë ushqimi, vetëm e i fjalë, për çfarë ushqimi të merr malli më shumë. Byrek. Byrek me çfarë? Mami Petros dëgjoje. Me qep domate. Me qep domate, mirë. Petro, të përshëndesim edhe të urojmë shumë suksese në gjithë të rrugtim tëndin, i cili nuk është vetëm në aspektin personale, sepse kontributi që jep gjithashtu për të ndihmuar edhe shqiptarët të komunitetit atje është shumë i rëndësishëm. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe ne të përshëndesim, ndërsa kemi ardhur kështu në fund, shumë dinamik, me shumë mesazhe të rëndësishme që përcollëm edhe me raportime për ngjarjet të fundit të cilat na trondisin, por ne përpiqemi të japim mesazhet e duhura. Do të takohemi sërish nesër në orën 13:20 në ekranin e RTSH 1 HD me mua dhe Andrin. Shihemi nesër. Mirupafshim edhe nga regjia larg.